Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderimet dhe lavdërimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Sa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall me shkaqet të cilat i ka përmend Ibn Qayyim rahimullah, e të cilat e sillin dashurinë e Allahut Azza wa Jall. Kemi folë në takimin e kaluar për Kur'anin dhe për meditimin e tij, dhe jemi munduar që të sillim disa prej pikave dhe metodave të cilat do të na lehtësojnë meditimin e Kur'anit edhe nëse nuk e njohim gjuhën arabe. Do të këtë e kemi përmend në dersën e kaluar. Dhe sot jemi në takim me lejen e Allahut Azza wa Jall me pikën vijuese, me shkakun e radhës të cilën e ka përmend Ibn Qayyim rahimahullah, nga shkaqet që sjellin dashurinë e Allahut Azza wa Jall. Mirpo ne duhet vazhdimisht të përmendim rëndësinë e kësaj teme që më duke folur për të. Nga se sikur që kanë thonë dietarët, plot nga njerëzit pretenduan se e dojnë Allahun Azza wa Jall. E pastaj thirrën një thirrës dhe u tha, le të vendosin një hap përpara ata që janë të butë me zvete dhe janë arrogant dhe ermiqve. E thënë dietarët, u tërheqën shumica e vazhduan një pakicë për tyne. E pastaj nga mesi i tyne përsëri thirrën një thirrës dhe u tha, le të bën një hap përpara ata që angazhohen dhe luftojnë në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe nuk i friksojnë askujt në këtë rrugë. Kështu që mbeten mrapa disa e bën një hap pakica nga pakica. E derisa Allahu Jalla wala u tha, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Thuaj, në qoftë se doni Allahun Azza wa Jall, atëherë më ndjekni mua në fjalët e mia, në veprat e mia, në moralin tim dhe në sjelljen time. Atëherë nga pakica e pakicës doli një pakicë dhe këta janë ata që i don Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye ai i cili i ndjek argumentet dhe fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për dashurinë e Allahut xhalla wa ala, do të vren se emrusi përbashkët i këtyre njerëzve që kanë arritur në këtë shkallë është shpenzimi i shpirtit në rrugën e Zotit. Përderisa për njeriu ajo që është më e shtrejta për Allahun bëhet më e lira. Në këtë shkëmbim dhe në këtë tregti pranon Allahu xhalla wala dashurinë për këtë mall. Nga se kështu të ka thënë në fund të surës Tauba, ku thot Allahu xhalla wala inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu xhalla wala ka thënë se Allahu i mënduar ka ble me xhenetin e tij shpirtet e besimtarëve dhe pasuritë e tyre. Don këtë çka kanë dhënë që t'ju jap Allahu xhalla wala xhenetin. Nëse e marrim parasysh se dituria është një rrugë që çon xhennet. Është një rrugë që çon xhennet. E që për diturin dietarët kanë thënë se nuk ta jap dituria një hise të vogël prej saj, në qoftë se ti nuk i adhuron diturisë tërsinë tënde. Nuk ka mundësi me kërkuar dituri, ilm, në njëri i cili nuk e jap tërsinë e vet këtij ilmi. Në qoftë se një rrugë prej rrugëve të xhenetit ta kushzon këtë çmim, çka të mërmene për atë që i bashkon të gjitha këto rrugë që është dashuria Allahu xhalla wa ala. Dhe kjo është një shkallë e lartë që padyshim ata që kanë kuptuar kanë shpejtuar drejt saj. Dhe njerëz e devotshëm, ata që e kanë kuptuar realitetin e jetës së tyre, ata e kanë kuptuar se mejdani i garës është këtu dhe këtu kanë garu. Dhe këtu i kanë shpenzuar mundet e tyre, dhe këtu i kanë shpenzuar kohrat e tyre, dhe këtu i kanë shpenzuar jetën e tyre. Ndërsa të tjerët u lodhën, por fatkeqësisht në mejdane të tjera
dhe drejt qëllimeve tjera. Prandaj lutim Allahun xhallahu ala që të na lodh në rrugën e tij. Dhe të na lodh në rrugën e kërkimit të dashurisë së tij. Shkaku që sonë do të flasim për të është një shkak gjithashtu i rëndësishëm, e i cili në vetën e tij nënkupton një shkak tjetër që duhet domosdoshmë të flasim për të. Por fillimisht po e lexoj fjalën e Ibn Qayyimit rahimahullah, e pastaj me lejen e Allahu xhallahu ala do të mundohemi që të japim edhe atë komentin e duhur që është e mundshme mbrana kësaj kohe të lejuar. Shkaku i dytë që e sjell dashurinë e Allahut azza wa jalla, thot Ibn Qayyim rahimahullah, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil, të afruarit ka Allahu xhallahu ala me vepra vullnetare, ba'da al-fara'id, pas kryerjes së obligimeve, fa innaha musila ila darajati al-mahbubiyyati ba'da al-mahabba. Nga sa ja na sjell në shkallën që të na dhan Allahu xhallahu ala pasi që na e kemi dashur atë. Këtë titull e ka nxjerrë Ibn Qayyim rahimahullah nga hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo respektivisht nga hadithi kutsi, nga fjala e Allahut azza wa jall ku thot Allahu azza wa jall, ku thot Allahu azza wa jall, men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush më shqetëson mikun tim, të dashurin tim, unë ati kam shpallur luftë, që është thot Allahu xhallahu ala. Kush e shqetëson një mik tim, një të dashurin tim, një qedune, faqad adhantuhu bil harb, unë ati kam shpall luftë. E pastaj vazhdon Allahu xhallahu ala të na tregon se kënë don Allahu xhallahu ala. E thot në këtë hadith kutsi, nuk afrohet njeriu me diç më të dashur tek Allahu xhallahu ala se kryerja e obligimeve, me kryer obligimet. Do të kjo është më e dashur tek Allahu xhallahu ala, që shej se robi e don Zotin, ja kryen obligimet, i kryen kërkesat e tij. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dhe kështu vazhdimisht vazhdon robi im për shkak të dashurisë të afrohet tek unë me punë vullnetare, pasi që i ka kryer obligimet, hatta uhibba, derisa unë ta dua atë. On nafilet në rruga me dashur Allahu xhallahu ala. Fa idha ahbabtuhu, e kur unë e dua atë, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, bëhem dëgjimi që ai dëgjon me të, edhe shikimi që ai shikon me të, edhe dora që ai kap me të, edhe këmba që ai ec me të, edhe nëse kërkon prej meje unë i dho, edhe nëse kërkon mbrojtje nga unë do ta mbroj atë. Prandaj këtë hadith japet të kuptohet se dashuria ndaj Allahu xhallahu ala është e lidhur me kryen e obligimeve. Ai që nuk i kryen obligimin ndaj Allahu xhallahu ala nuk ka mundësi ta fiton privilegjin që me nafile pastaj Allahu më e dashur. Do të thotë, nuk ka mundësi njeriu me kalu në mejdanin e punëve vullnetare për ta fituar dashurinë e Allahu xhallahu ala, në qoftë se në këtë mejdan nuk ka kaluar përmes obligimeve. Nga se dikush ka mundësi që mos mira ka rruga e obligimeve, por e kalon në rrugë më shkurt del të nafilet. Krejt nafilet që i kryen, pa kaluar në mejdanin e farzave është lodhje. Andaj këtë hadith ka kurzuar Allahu xhallahu ala. Nuk afrohet tek unë robi me më dashur tek unë se obligimet. Wala yazalu, pasaj Allahu xhallahu ala. E kështu që vazhdimisht afrohet robi të unë me nafilet, pasi ka kryer obligimet. Bin nawafil hatta uhibba, derisa unë ta dua atë pastaj. Prandaj, sikur se ka në hadithin e njohur që transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyre, se një herë duke qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, erdhi një njeri nga shkretina, ende pa u afruar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot u shtonte diç nga goja e tij, falke diçka kurse merr ke vesh apo thot. Derisa u afrua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguar i Allahut, më trego çka më ka obliguar mu Allah për Islamit. Atëri i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 5 kohë të namazit. I tha: a kam obligim diçka më tepër? Tha: jo,
përveç se në qofë se shtëm ti nga vetja jote. Pastaj tha i dërguari i Allahut, çka më ka obliguar mua Allahu nga agjërimi? I tha, të ka obliguar Ramazanin. A kam obligim tjetër? Tha jo, përveç nëse ti je shtat. Atëherë tha, o i dërguari i Allahut, çka më ka obliguar mua Allahu prej dhënjes? Tha, Allahu ta ka obliguar zakatin. A kam obligim tjetër përveç saj? Tha jo, përveç nëse ti je shtat. U ngrit ky njeri dhe u largua, dul nga mezhlisi. Atëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam u tha shokëve të tij, aflaha in sadaqa. Ka shpëtuar në qoftë se me të vërtet i përmbahet qësaj. Në qoftë se një njeri i cili sinqerisht i përmbahet çdo obligimeve, e arrin shpëtimin e Allahut azza wa jall dhe arrin dashurinë e tij, atë çka të flasim për atë rob të Zotit xhallahu ala, i cili pa obligu kërkosh, i kryen obligimet, është ka kohën e lirë, e ka hapësirën për të dëfry dhe për të artu, nga se ka përfundu obligimi, e mbush me adhurim dhe Allahu xhallahu ala, e për këtë çka mund të themi? Padyshim se ky ka shpëtu para këtij të parë që ka thënë për të i dërguar Isasun se ka shpëtu, në qoftë se ka folë të vërtetën. Por për ta kuptuar drejt, mejdanin e nafileve, mejdanin e punëve vullnetare, duhet që ti kuptojmë disa pika, vëllezër. Pika e parë që duhet ta kuptojmë është ajo që e ceka në fillim. Nuk ka mundësi një njeri të jetë i suksesshëm në rrafshin e punëve vullnetare në qoftë se ka mangësi në farz. E pamundshme është. Andaj çdo nafile që don ti me e kry për Allahun xhallahu ala, shikoj llojin e saj nga farzat si i ke punë me të. Për shembull, dëshiron me fal namaz nafile. Shikoj se i ke punë me farzin e namaz. Don me agjeru nafile. Shikoj se i ke punë me agjerimin e obligim. Dëshiron me dhon nafile. Shikoj që e ke punë me dhënien obligative e kështu me radhë. Nga se çdo kush i cili thash, këtë merr në rregull, çdo kush i cili kalon në mejdanin e nafileve, pa e respektu rregullin e mejdanit të farzëve, do të lodhë dhe do të dështon. Edhe kjo është një përgjigje që do ta cekim më vonë. Pse na lodhemi në nafile? Ja fillojmë diçka me vepru, por shumë shpejt dështojmë. Nuk mundëm një punë me e qu larg. Faji nuk ka të nafilja, por faji është e farzi i llojit të nafiles. Do të ato me detektu, ato me e këshyra. Pra i kush don me koni suksesshëm në nafile, duhet me respektu farzin. Nga se në qovë se dikush e merë një punëtor, apo edhe kërkon nga ai me apunu një sen në shtëpinë e ti. Thot që kjo po më duhet më ndrejshti mu, për këtë e ki pagën. Edhe ai nuk punon atë që ka angazhu zotnia i ti, për shka shkon e rregullon lulet e bashkës. Thot gëzohet këtë është e bashkën mirë. Vjen zotnia në fund të ditës, shikon e rregullu puna që ka kërku për ti. A i thot, valla këtë punë se këmë rregullu, por qyre, lulet i këmë dreqë. Qka i thot zotnia? Thot, o jaran, lulet nuk pëmë duhen. Mu pëmë duhet që kja që këmë kërku për i teje. Andaj s'ka pak, as për lule, as për këta, se kush të ka thonë me punu në lule? Se merë pakën për lule, nga se s'ka angazhu për lule. Por në qovë se ja kryjnë obligimin që ka kryjaj. Ti e këshku të dikush me punu, edhe je marrë vesh me punu 6 orë të kaj me kry një punë caktume, 8 orë me punu. Ti përshka këtë zelit tënë, përshka këtë angazhimit tënë, përshka këtë mundit tënë, e ke kry punë për 4 orë. Ato që ka të ka obliguaj me te, marrëveshje që ka kërku. Për 4 orë të mbetura, s'ke dash me pushu, ke dash me i bo mirë këti njeri. Pas ta e ke ndrish bashën, kur të vjen e haj, edhe që ka të thëtë? Thot, a u regullu, po u regullu, që këshyre, e shë mirë. Thot, dhe që ta këmë regullu këtë, a i knaqër, thot, po i knaqërëm. Edhe taj të ashtë dalëm bashkë, se sa pa ta vakët e këtë të ndreqa. Qka i thot kë njeri? Mahnitët. Thot, dhe që ma ka kry punën që këmë lypë që shduhet, po i pas ka dalë vakët me ndreqa dhe qka s'këmë lypë e ti. Që kjo e në filja. Me kry qka ka kërku për teje, e pasaj për shkak të dashmërisë që e ki ndaj ti, me kry ato qka se ka lypë e teje. Për këtë arsye, disa njerëz mundon mu angazhu në nafile,
Mirë, po kur vinë farzet, mundohet me njek lehtësimet. Mundohet me njek lehtësimet. Për shembull, Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka obligu mu largu pi haramit, nga punë që në haram, edhe me punu në ato që ka është haram, e ka ndalu rëpsisht. Ky njeri nuk e respekton këtë rregull, i ndjek lehtësimet, po ka njëri ka thonë dikun që tjerë. E ka përmend dikush që ka dikush që po dhe i ke përbën. Edhe e han haramin atë. Pastaj ja jap një Coca-Cola me e pi, thot zban se e përdojnë të hujt. O vëlla më po, dini se me Coca-Cola, as në Pepsi. Për këtë arsye, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin sahih, thot yubsiru ahadukum qudha fi ayni akhihi. Shet dikush për juve një thërmi në syrin e vllaut të vet, ndërsa trungun e palmës nuk e shet tek huna e tij. Trungu i palmës i ka ra mi hunë, se she, por ati i ka ra një pike e zezë, që ko ka nëziqa njëri, apëse. Dinit së është taj atje. Dinit është të ti një herë. Prandaj, duhet me shiku, me kërku dinin të mejdanet, që Allahu ka lype neve. Pastaj, që ka del vakt, elhamdulillah. Për këtë arsye, du me thonë, zakonisht, pytet kur vim pse, nësë mundë me konë si ata të partë, e pse unë ja kum nisë e kum lonë, them shkurtimisht për shkak se ti në lojnë e farzit të kësaj nafile, nuk jeti që kanë regullat. Për këtë arsye, du të me pasë parasysh këtë fillimisht, se në qofë se dëshirën të afrosh të Allahu me nafile, me çfarë do lloj të nafiles, duhet që ta hapësh maksimumin për qeni sigur se farzi ka shku që duhet. Nga se Zoti na rujt që farzi i diku që shkon tek Allahu xhallahu ala me qenë dëshmitar kundër neve tek Zoti xhallahu ala. Sikur se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngritet namazin do kujt për juve tek Allahu, wa huwa yal'anu, e ai mallkon falsin, duke i thonë, o Allah, shëmtoja qysh më shëmtoja i mua. Hani farzi bën doa kundër teje, e qysh do më kënaq me nafile. Ramazani i dikujt e mallkon për ngjinimin e dob që e ka bërë. Shëmtum. Qysh do më kënaq kë me 6 ditë të Shevalit pastaj. E kështu me radhë me adhurimet e tjera. Për ajo që duhet ta dimi është se rruga drejt ngritjes me nafile, e që përmes nafileve do të arrijmë dashurinë e Allahut azza wa jall, është mundohemi që në të lloj të nafileve që dëshirojmë të garojmë, tjetë kjo garë e ndërtuar mbi farzin e rregulluar bukur. Po thonë për llojin e çati farzi. Kjo është një rregull që duhet ta kemi parasysh. Pika e dytë që duhet ta kemi parasysh kur flasim për nafilet është se nafilet janë të shumta. Edhe si e kanë përmend dietarët, nuk ka mundësi asnjë njeri mbi fytyrën e tokës ti përmbledh nafilet pas ai që është pejgamber. S'ka mundësi. Se janë të lloj-llojshme, janë të shumta, nuk ka mundësi. Për këtë arsye besimtari në raport me nafilet është tregtar i suksesshëm. Nga sa ai e din, besimtari e din se kapitali që ai dëshiron të hinë në tregun e nafileve është jeta e tij. Ka se në treg të nafileve hihet me jetë, gjatë jetës së këto me vepru. Dhe besimtari e kupton se kapitali më i shtrejt që mas tepërmi duhet të kujdesemi për të është jeta jonë, e që fatkeqësisht njerëz kapitalin e parave e çmojnë më shumë se kapitalin e jetës, e jap jetën për parë. Kjo është ai që i ka thënë për magbun, i mashtrum, e ka shit të shtrejtën me parë të lira. Don e ka ble magbun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ni'matani magbunun fihima kathirun min an-nas. Dy begatien që shumica e njerëzve bëjnë tregti të dështuar me to. Sa bukur është shpreh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dy begati
bëjnë tregti të dështuar me to dy begati. Shumica për njerëzve. Cila janë këto? Es-sihhatu wal farag, shëndeti dhe koha e lirë. Njerëzit shëndetin e shesin lirë, magbun në gjuhën arabe që kanë këtë ditë, dhe çka i bjen? Një njeri del në treg me shit një kerr, një lop, një çka do qoftë, del me shit në treg. Edhe thot, kjo lop kushton 500 euro. Vjen një njeri bamirës, do mi bo mirë. Thot, po t'i do 700. Thot, ja je veç për 500 ndash. Kujton që ai që jep 700 të me mashtruo. Që kjo më gëbun, që ka në hadith. Që kjo që jep shëndetin dhe kohën e lirë me që qmim. Pa i kapitali besimtarët është jeta e ti, që nënkupton shëndetin, dhe që nënkupton kohën e lirë, kur bje fjera për nafilet. Kur tin në tregun e nafileve, e shetë të mbushur me lloj-lloj ofertash. Me çfarë mjeshtrie duhet që t'i blej mallin nga tregu i nafileve me kapitalin e kufizum, që kjo mjeshtria e kërkuar. Prandaj i gjejmë shumicën e sahabeve në transmetimet e ndryshme që kanë ardhur, domthonë sikur hadithi i Ibn Mesudit ose hadithe të tjera, duke e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ejul a'mali ahabbu ila Allah?" Cila janë veprat më të dashura tek Allahu? Ka filluar me numëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se jeta është e shkurt, nuk ka mëse njeriu këtë me arrit apo. Andaj mas farzeve, kur bie fjala për nafile, duhet të kemi parasysh dy gjëra për të qenë suksesshëm në tregun e nafileve. A kuptuat? Për të qenë suksesshëm në tregun e nafileve, duhet të kemi parasysh dy gjëra. E para është mundësia, dhe e dyta çmimi i nafiles. E para është mundësia, dhe e dyta çmimi i nafiles. Çka nuk kupton kjo? Në qoftë se i ke para vete 3 nafile, i ke para vete 3 nafile, dhe në qoftë se i merë të trijat me i kry, në qoftë se i merë të trijat me i kry, nuk ki mundësi me i kry njërë kualitative, ti i kryn të trijat, për dopsot kvaliteti, ke dështu në treg. E kuptove? Kjo është shumë e shtrajt. Në qoftë se merë është, kjo shumë shtrajt paguhet kjo. Në qoftë se i ki 3 nafile para vetit, apo mundësia që kërkohet për te është kualitatet, është me kon kualitative, e ju kryet të trijave për një herë. Për këtë arsye e kanë qërtu një herë disa njerëz Ibn Mesudin se ka agjeru pak. Ibn Mesudi nuk ka qenë njërë me agjerim të shumë nafile. Ka ndodhë që nga njerën në korat, kur kërkohet nafile, nuk e kanë gjithë agjerushme, me i kanë thonë, te ashab i pejgamberit nuk pa agjeran. Shikoni fikun e Ibn Mesudit. Ka thonë Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, une kur agjeraj, agjerimi po më pengon nga namaz dhe Kurani. E për mua, pastrim më i madh për zemrën është Kurani dhe namazës e agjerimi. Andaj nuk po du me ju këtë dyja për të arritë këtë çështje. Fik. Mi përsa njerëz i japin zarë, apo në fund e ka kryer obligimin, por zemra që e jo vëmeta. Në qoftë se nafila nuk e lëviz, nëse nafila është thesi dashurisë. Nëse jetë e bo diçka me qef, kur s'pësir me bo. Apo, edhe në qoftë se në fund të nafiles nuk e ndi knatësin e këtij adhurimi që duhet me ndi ai që për shka ti e ki bo, atëre është në pyetje kualiteti. E kuptuat? Prandaj ashab të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që nuk është me thonë dikush, a pesha, na po arsytojmë që s'po ngjyrojmë tonë tajte. Ti lexo Kur'an që ka lexuar Ibn Mesudi, ose fal namaz që ka fal Ibn Mesudi, ose merru me shkencë, ose me dituri shariatike, apo që e kompenzon agjerimin, atëre leja dikujt na filin agjerimet, e ti krye këtë punë. Sikur që kemi thënë të Kur'ani, kur themi se duhet me meditu rreth një ajeti kuranor, apo dikush vjen dhe thot, unë një gjuz nuk po lexoj si ai që po lexon, ose unë s'po bëj hap me Kur'anin çdo të si ai që po bën. E çfarë bën ti?
Unë e ka një ajet. E sa po të merr vakti që ky një ajet, një 10 dakika. Ja, nuk është puna me sa. Në qoftë se monën më mirë këtë rregull. Monën më mirë këtë rregull. Në qoftë se dëshiron që të kalosh, në qoftë se dëshiron, në qoftë se dëshiron të hjekësh në dorë, të hjekësh dorë nga ajo që ka të bëjë me ambicjet. Për shembull, mu fal shumë, me agjëru shumë, me lexu Kur'an shumë, do më jek dorë për kësaj. Të lejohet veç në llogaritë kualitetit. Për ndryshe e të bëjgare. E kuptove? Të lejohet në llogaritë të kualitetit. Për shembull, si Ibn Mesudi, i ka shku dita tu fal në file, ose tu lexu, e njëri kur të agjërushëm, po sa qërish në ditët e vapës, në ngarkesë pak edhe me lexu dhe agjërushëm e konë. Apo? Atër e vrenë që me të letë po fërkom të dyja, nuk i mundësi, thash kushti i parë kudre, mundësia nuk i mundësi me qutë të dyjat, për të arritë kualitetin, atër e leje njonën, që të arrish tjetërën, këtë rast po. Edhe e dyta, tregtari i zelshëm, ai që është mendjepret edhe sypret, në tregun e nafileve, pas mundësis, pas kudrës, që e shpjegum qka është, apo kuptu, ai synon çmimin e nafiles. Ai synon kën? Ai synon çmimin e nafiles. E shese nuk është të mos me ketë një bleja. Pse? Se paret janë pak. Se ketë i kështë bleja, po pak është. Me të jep imrën e Nuhit alisam Simrin. Pak është. Atëherë besimtari nuk mirët me ato që e kanë çmimin e oltë, pavarësisht anë llaj apo në kohë. Por mundohet që me i lip kohërat kur rritet çmimi me i marr apo. Rahat shumë apo. Për këtë arsye subhanallahu, fiku, njohja e punëve të mira të mundson ganjëre me fitu shumë pa u lodh shumë. Edhe në hadith në Juwairijës radhiyallahu ta'ala anha, që ka fal namazin e sabahut dhe ka nejt duke bo dhikër Allahun azza wa jall. Apo ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me punët e tij, me sahabët e tij, edhe është kthy pas disa orëve. Kur është kthy, e ka gjetë Juwairijën duke bo dhikër ende. I ka thonë, a ende jenë këtë pozit si kur të lash kur dola? Tha po ja Rasulullah. A i me bine se po, që të jëmë të bo dhikër. I ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kjo është hadith. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, unë i kam thonë 3 fjallë veç, ta kum kalu me këtë që ki boti dhe i tashëm. Që kjo e mjeshtria. Që kjo e mjeshtria, me ditë ku me rokë, çmimin me marë. Ase disa njerëz shkojnë treg me ble, po e blen një mall që sefte ka dalë në treg, se ka përvu kërkush, a shqitë të asita, mos e blej i pari të jabë. Ka dalë. Ose një mall që nuk është e sigur të fitimi. Ke po janë dopem që për 3-4 satë nësë nuk i shetë, dush mi hongër vetë masanej, se shqitën. E kështu me radhë, që nësi marrë është të tektis mirë, po dëmonë që i shtu që a i dim në të tonë. E ka dalë, pra. Në qoftë do më blini madh, e kinë dëmen me shqit mas një jave, apo duhet që i madh me pas afat në skadimi 2 javë minimumi, apo. Po një madh dhe me shqit gjuma në arshme mas një jave, e afat në skadimi të delë të shtunë në nesërmit, mos e blej, mos hargjet bëdi hava. Andaj sa muslimani shohëm, apo, sa muslimani shohëm, për shambull, lodhët, i ka ardhë më lodhë, në i caktim, në i kodë caktume, apo, pastaj kur vjen 10 ditë si fundi Ramazanit flana. Na shojmë në haxh kur shkojmë o vllazni. Kena pa me sy ton haxhi. Lodhët tu ble hedije para ditës së Arafatit. Sevap me bëj, ai don sevap me bëj, mi gëzu të shtëpisë sa i ke mirësh mi gëzu. Pastaj lodhët çat shumë masedijeve e ditën e Arafatit duhet me flajë se u lodh. Çfarë tregtari është ky? Ky është tregtari i dështuar. Nga se kjo se ka këqyrë qmimin, hedije me gëzu dikën, e ka një qmim, mirë po me lutë Allah në ditë në Arafat të ka një qmim, e duesh me këqyrë cilin me e mara. Pra ndaj besimtari e një qmimin, për qenë në file ati e sukseshme. Pra ndaj po them,
Kjo është e rëndësishme që ta kuptojmë kur flasim për nafilen. Kjo është e rëndësishme që ta dimë kur flasim për nafilen. Pas farzit, e përmend çka farzi, e pastaj për të qenë i suksesshëm në tregun e nafileve, duhet të kesh parasysh këto dy çështje. Kudre, mundësia, apo edhe çmimi. Pas këtyre kuptimeve pastaj, mund çlirshëm të flasim për dobitë e nafileve. Çfarë dobi keni se bën nafile? Pas kësaj parathanie. Para kësaj nuk vlen këtë pikat në vim. Pa e kuptu këtë pjesën e parë, se kanë në i vlerë të madhe pas taj pika që po i flasë në vim. A e kuptut? Pjesë e parë është të rëndësishme me marrë vesh. Që se këna marrë vesh mirë këtë pjesën e parë me keq ka folëm, mundëm i të shlirëshëm të dalim në pikën e dytë, e të flasëm dhe me këtë pasaj të shkojmë ka fundi i ligjëratës, që të flasim për dobit e nafileve. Dobit e nafileve. Qëfar dobi cilin dikujt me bo nafile? Para se mi përmend dobit, duhet ta kuptojmë se nafilet nuk nënkuptojnë veç namazën. Nëse plotët e kuptojnë se thuhet nafile, domthonë nafile namaz. Ja, ka nafile në namaz, ka nafile në agjërim, ka nafile në zeqat, në dhënje, që në sadakat e hedijet e ndryshme kështu me radhë, ka nafile në agjërim, thash, nafile në vizitën e Qabës, e para është haxhi, pastaj ka umre, të vazhdueshme e kështu me radhë. Nafile do të thotë nafilet e ka kuptimin e shtimit. Do në gjda sasi e shtume për një farzin është nafile. Që ta kemi përshim kur tasim për nafile. Cëtën dobit e nafileve? Dobija e para nafile në duhet mu angazhu për këtë qështje. Ka sepse është nafile vunetare, dikush e mendon se duhet me elon. Por kur ti kuptojsh të dobija është se na nuk mund me ngrit nivel në obligimet, normalisht. Mirë, po këtu dobi besoj që e vedisojnë çdo kompanive për të angazhu për të nafile çfarë do qoftë lloji i tyre. Dobia e parë nafiles dozni është dobia e parë nafiles është se nafilja është rrethoja e farzit. Është ajo që e tërhiq farzin nga vija e parë e frontit në vit tretë front atje. Që kur të vjen shejtani me sulmu vit parë, lufton nafilja, nuk e lën u prek farzin. Ai që s'ka këso mbrojtje, këso streje nuk ka ai, shejtani prek domosdo në farz, drejt për drejt. E sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qofë se lëpin qeni në emnën dëkujt për juve le të lanë 7 herë, 6 me dhe, 6 me uje e 7 me dhe, në qofë se, dhe më thonë, ose transmitimet e kunder, ta së do qoftë, qenin qofë se lëpin. Krije se Allah, që ako paja që o qenë? E s'ka po gjuna, pëse o qenë? Po me gjithat, në qofë se lëpin në tesh, lëpin në enë du të shumë e pastru. Pastrim të veçantë. E qka të mërën që se shejtani veç lëpin në farz? Qka i bën ati farzi? Sa arta në du të me la, me istikfare, me nafile? Shumë herë, apësa. Nëse iblisi nuk ka qenë, nga se aje është bojnë dyt me gjunahin e vetë, e dalon kjo për i qenit. Thërë në qofë se iblisi lëpin, qeni lëpin qka i bën? Po me lëpi iblisi në namazin ton, e me lëpi iblisi në agjerimin ton, e në zeqatën ton, e kështu më radhë qka do qofë, qka i bën atina? Prandaj, qitja farz, qitja nafilen për para, qitja ushtartë e nafiles që të luftojnë me te, ti është rahatin farzin ton. E dyta është se nafilet plotësojnë farzet. Nafilet plotësojnë farzet. Ne edhim se sa do që të mundojmë me kry farzin, do të mbeten zbrastina në farz. Do të mbeten. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. E para që do të pyetet dhe do të mirët në llogari për të robi ditën e gjykimit është namazi. E para mas besimit, besimi është i pari, mas besimit në Allahun, e para që Allahu ka me vetë namazi, e fal. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se kalon mangësina në farz, jo e kalon në farz pa e fal. Po kërë tu fali ka shku me atë dikone, se sukoni konsum që duhet, kalon mangësina. Atër Allahu xhalla ula thot, shikani në nafilet e robit tim plotësoni me to. Nafilet i plotësoni mbush zbasiret e farzave.
është zbukurim që e zbukuron farzin, edhe namazin, edhe agjerimin, edhe çdo sa tjetër. Andaj nafila është plotësuese e farzave. Për këtë arsye është e rëndësishme. Tjetra që ka duhet të themi kur flasim për dobitë e nafileve është se nafilja është dëshmitari më i fortë se ti e robi Allahut Azza wa Jall. Për çfarë arsye? Nga se njeriu vllazni nga natyrshmëria e tij e parapëlqen rahatin. Njeriu nga natyrshmëria e tij e parapëlqen gjumin, e parapëlqen pushimin. Të njëri nga natyrshmëria e tij e ka në rahat më lehtë. Njeriu kur i kryen obligimet dhe e thën këtë natyrshmëri, e lufton këtë natyrshmëri me diçka që ka s'është e kërkuar prej tij, ky jap të kupton se ky atë e don shumë që ata e prish këtë rahati. Për shembull, ai që natën e prish gjumin e ka falë Yasin, tash flet din sabah kush s'vet për kurrë. Po e prish gjumin. Mu qumi i fal 2 rekate për Allahun Azza wa Jall, që ky njeri çka dëshmon që kjo punë e tij? Dëshmon për kushtimin e tij të madh për Zotin. Ndëgjoni këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që thot. Hadithi e transmeton Nesaiu është hadith sahih. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i qeshet një robit e tij. Subhanallah. I qeshet që i takon Allahut, na s'dim që qesh Allahu, po e dim që qesh, i gëzohet në veprimet robit vet. Qysh qesh Allahu na s'dim. Nga se si forma, mënyra është e panjohur për neve, na nuk dim, por na besojmë nga se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i qeshet një robi. Kush është ai rob, subhanallah? Një robi i cili është në udhtim me shokët e tij, e pastaj në natën e thellë i ka goditur lodhja e madhe, janë stërlodh nga udhëtimi dhe e kanë ngrit tendën për të pushuar. Dhe posa janë thellu shokët e tij në gjumë, ai ka thonë nuk mëj me flet pa i fal 2 rekate për Zotin tëm. I ka fal 2 rekate edhe Allahu xhalla ola për shkak se e ka prish gjumin. Thot pejgamberi sa i ka qesh atij, e kur ti qesh Allahu dikujt e mshiron atë. Për 2 rekate. Çka e ka shti këtë njëri? Kur shkofin? Edhe me pa flet, kur të gëzon me thonë pse po flan. S'ki që e qërë nafile. Kjo është nafile, kjo është vullnetare kur shka don. Po kur dikush këtë e bën, çfarë sheja kjo? Kjo është sheja e dashurisë, sheja e adhurimit, sheja e përkushtimit të madh te Allahu subhanahu wa taala. E kjo hadith është thash për namazin, por nafila shtrihet në gjithë llojet e adhurimit. Shtrihet në agjërim. Sikur se ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, agjëron ti dërguari sallallahu alaihi wasallam aq gjatë sa që mendonim se nuk do të bën iftar më kurrë. Kurimo, veç ka me nëgjinu. Qa shgat ka agjeru? Sallallahu aleyhi wasallam. Ka agjeru të hanë dhe tajte, ka agjeru 30 e mujt. Ma dje, thot Ebu Dherri, e usani Khalili, më kshilaj miku jam i dashën, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, që më stilot 30 gjdo mujmë pa i agjeru apën. Ka agjeru pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj i dërguari sallallahu aleyhi wasallam ka qeni çuditshëm në nafilet e sadakas, sikur se përmend Ibn Qayyim rahimahullah, për mënyra se si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa që thot Ibn Qayyim në fund, se kjo është tema jonë, në fund kur të prezanton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot edhe kooperaci më i madh kishte më ushëndru bujar në shoqërinë e tij, subhanallah. Edhe kooperaci më i madh kishte më ushëndru në bujar në shoqërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë shumë ka dhënë atë. E si domon edhe atë kooperacin e kish me turpru, kish me ashtin e dorën xhapë nxirr atë. Çka kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në nafilet i në namazë, në agjereme, në dhanja, kështë më radha. Kjo është e adhurimin dhe Allahu Gjelle wa Ala. Kjo është e përkushtimin dhe ti. Kjo është e si një njëri e dëna të qka është të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka se zuti se ka lyp, edhe kur të pyte Allahu Gjelle wa Ala, për shfar arsye kjo në strajcën tonë në robjami, thët për ty o Zot. A din sa është e fuqishme kjo subhanallah, kur hiq pa lyp Zoti pe ti diçka njëri bën për Allahun xhallahu ala. Edhe kur pyet pse ka shumë bëjsh o rob jam, pse ka shumë për shembull u fal shaqe me rregull e mundësisë, na thon mos gaboni me kalu në këtë dytën pa e kryt parën. Po çka do të ke bëu pasi ke plotsuar parën? Ke shtu shumë. Tot Allahu xhallahu ala, pse ton këtë pse kjo?
me i thonë fike ja Rab. Sikur se ka thonë në transmetimin e Sa'd ibn Abi Waqqasit radiallahu ta'ala anhu, thot, erë një nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më tha: o Sa'd, qahu para betejës, subhanallah, qahu para betejës, e të shkojmë një qash, ta lutim Allahun xhalla wala në këtë ditë të madhe, para luftës, para se më rrugë safat. Edhe tha, e bona një hap, i qova durt, e luta Allahun azza wa çka pata me lutë u tërheka. Tash ai e boni një hap, i ngriti durt edhe filloi me lut Allahun kështu. Kështu robin, rob, kjo rob, robin e Zotit. I qej durt ka Allahu dhe tha: o Zot, ma mundësa që të takuam sot me më të shtirin prej tyne, edhe ta luftoj dhe të më lufton mu, apo edhe pastaj të bona të cop e grim, të më këputët huna, e vesht, e të më qatë kryt, e të më qkyet barku. E kur dalë o Zot jam para te, të më thush, pse e sa ka tu kështu robi jam të thëmë për ty o Zot. E që ka të slipët, mi afton një shtiz nuk kry puna, e slipët me këput hunën e vesh, nuk lipët, kjo nuk lipët. Por robi i Zot dënë sa ma i ladh me dalë Allahu xhalla wala yawm al-qiyama, e kur të pyet Zoti pse e lodh që ka të shumë, me thonë për ty o Zot. Që kjo na filja, që ta e bën robi me na filja, por pas kuptimit të pjesës së parë të ligjëratës. Mos gaboni me harru kur të parën se është e lidhur me këtë dytën. Kështu që dalim tek dobia e radhës që ka të bëj me nafilet. Kryer nafileve është një mundësi për të fitu robi pa llogari, për të shtu domthon fitimin në jetën e tij. Njëri një kësaj bote vllazni ka dy jeta. Jo, një armën, po dy lloj jetash i ka. Apo dy lloj jetash i ka. Një jetë ka materiale që shumica e shumicës e matën me ta. Apo dhe një jetë ka të fitimit të ahiretit, sa ka fitu për ahiret. Sa bën shkënjeri me qitë nesër yawmul qiyama, sa bën shkënjeri me valutën e ahiretit, sa bën. Allahu xhalla wala nga rahmeti i tij ka dashur që jeta e ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të jetë jeta më e shkurt në krahasim me ummetit më përpara. Çdo ummet para neve ka jetuar më gjatë se na vllazni. Këto ummetet kanë jetuar më shumë se na. Dhe të gjitha ummeteve para neve i është dhënë mundësia kohore me fitu më shumë se na. Me kohë. Por Allahu xhallahu ala e don këtë ummet, më shumë se këtë ummet e tjera. Nga se e don pejgamberin e tyre më shumë se pejgamberët e tjerë, ja ka mundsuar Allahu xhallahu ala me punu pak, me fitu më shumë se që kanë punuar ata për këtë kohën e tyre. Ndëgjoni këtë hadith. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhallahu ala i ka angazhuar një popull që të punojnë me krye një punë për t'ia udhëzuar shpërblimin në fund. Ata punuan deri në drek, para në për namaz sabat, sot, deri në drek, sa orë i bjen. Ata punuan deri në drek edhe u lëdhen. Pa e kanë kryer lloj pune. Dhe thonë na i na lodh. Atëra ju tha, që u dha punën, s'lajre lekum, s'ka shpërim për juve. Nga se keni kryer punën deri në fund. Erdhën tjerë për të punu. Edhe filluan me punu, po e lanë një kindi. Ata e lanë një kindi punën. Po në umet dhe pak me kry puna. Atër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja u dha Zoti juve, te në akşam për t'ja u dhënë juve shpërblimin. Ata kanë punu pi sabahit deri në kindi, kanë punu ata. Apo neve na kanë pi kindi deri në akşam. Na mas shkuti kena punu, por na e kena marrë se hapën, nga se Allahu ka thënë me akşam pagujën. E kuptuat? Pra Allah na ka mundsuar më pak me punu, sa i kozgjata jeta jonë zgjat shumë më pak se jetat e aty që kanë qenë para nesh. Po na ka mundsuar Allahu xhallahu ala që me godit Lejlul Qadrin, me godit Arafatin, me godit kët ose atë çka ata si kanë pas para neve. Këtë arrin ti me nafile. Nga se Lejlul Qadri kur është vllazni, a ka një farz Lejlul Qadr me kry? A ka një farz? S'ka farz. Jacin e falë dhe den sa pa flaj, s'ka gjuna për këtë punë. Por me fitua 83 vjetëshin e sevapit, me qëka arrin?
me nafile arrin. E arrin me nafile. Nafile është e cila e shton pasurinë tënde që të vleni umul qiyam. Edhe e fundi që dua të them për dobit e nafiles është se nafileja të mundson që të jesh në kontakt të vazhdueshëm me Allahun Azza wa Jall. Ti e kryen farzën namazit apo në sabah e kryen, te në drejkë s'ka farz mo. Te pi drejkë dhe një kini s'ka farz mo. Pi kini dhe një aksham s'ka farz mo. Apo pi aksham dhe një aci s'ka farz mo. Pi aci dhe sabah s'ka farz mo. Pak. Për ndonjë njëri shkputën pe i Zoti, pe i kindiz dhe në aksham. Veç ka shkurt. Mos tëm njëri shkputën pe i Zoti, pe i sabah dhe në drejkë. A din so gatë është kjo. A din so gatë është kjo për njëri që e dënë Zotin Gjellewa Ala. Lejmë dikur që është i shkputën me vjetë, në sabaj e aksham, së është i lidhë kërkone me Zotin, Allahu na falë, e në rujtë më stjenë për tyna. Njëri që dëmë me kunë lidhë me Allahun Gjellewa Ala, Wallahi, ka herë, një bëkje, pak dhe qka po i gati do këtë, si kërse ju ka do këti, pe ashabët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrata, radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka pas dëhur me ndora, po, edhe luftën e Uhudit ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kumu ila jannatin arduha ka ardhi samawati wal ard. I ka thonë ashabët duke i stimulu, duke i motivu ashabë, ngrituni drejt gjennetit, gjersia të cilër së qetë dhe toka, quno. Kur ka një këtë ofirë, quno se tu se erë gjennetit, qpejt me isëm shire dera. Një ashabë i ka pas 3 hur me ndorë. Ka bugat me hongër 3 hur me i luftë, shumë thjeshtë. Ka me hongër këto 3 hurme, për 3 hurme mu vanu me hi, ka inna hale hajatun tawile, kjo është jetë e gatë të mërnu që ka që ne, për 3 hurme, i ka gjujtë edhe hija. Aj që do me kun lidhë me Allah në gjellë, i do këtë gatë Allah, për Ramazan, me lezu Kurane, gatë i do këtë për ati për drejke një këndimës me përmenë Allah në gjellë, gatë është kjo. Aj do me mushtë me diqka, me farz nuk mund është me mushtë, së në bënd t'i obligim, unë po kam qef farz me kun edhe një 5 namazet tjera, zgudzan me bo këtë punë. E atër me qka me plëcuën këtë kërkesë që e kom për Zotin, me nafile. Na ka mundësu Allahu Gjelle wa Ala. Këtë mundësi që për mes të nafileve të mbesim të lidhur vazhdimisht me Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Ose me namaz, ose me agjerim, ose me dhikr, ose me kërkim të turisht, duke mësu, duke lezu, ose me qka të qoftë, me qenë vazhdimisht i lidhur me Allahun Subhanahu wa Ta'ala, i pashkëputur asë një herë. Pa më vazhdimisht se qëfar lidhet je e përdor. Nga një e përdor lidhen e kësaj llojit nafile, po kërë këtë llojit nafile e kështu me radhë. Sikur se kanë thënë për një nga njerëz e njohur të selefit, kanë thonë vazhdimisht e kemi vretur në adhurim. S'ke mund me pa në taj që s'po bën diçka të mirë atë. Ka thonë in kana fi salah fa fi salah. Kur u kon koha namazit, namaz e ki pa. Kur u kon koha për tjetër e ki pa në qatë kohë. Ka shku, ka dal, edhe e ka qenë libër me mësu njerëz. Në pas të ardhë dikush e ka mësu dikon. Su ardhë kërkush e ka qenë Kur'anin. Kur ardhë dikush e ka mësu Kur'anin e ka mësu. Kur e ka kërë e ka qenë Kur'anin. E kështë më radhë, e kështë më radhë. E kam pyet Nafi, shërtuat një Ibn Omerit. Që shukon një Ibn Omerit? Ka thonë, bejnë lë wuduhi vë salat. Mes abdeset namaz të shka se kum pa ka bën. Nafile. Pa u shkput. Ose me goj me dhikr, ose me lexim, ose me meditim rreth në ajetin, dish meditu, ose hadith, gjithmonë mundohu që kur të përmbyll një lidhje me Zotin, mundohu me lidh një tjetër, mos e na lidhën kur me Allahun xhallahu ala. Këta njerëz të bojnë me njerëz të mirë, subhanallahu me Allahun xhallahu ala. Dëgjoni këtë rast Allahu azim, interesant. Thot një dietar i kësaj kohe, e ka emrin Nasir el-Omar, Allahu arujt, djetari njohër është. Thot, e thire njëherë Shekh Albani në telefon, djetarën i njohër, që e ka zrit ftyrat e ketë muslimanve e shqiptarve, e që shqiptarë nuk ja di. I që realisht ka po t'i shka për shqiptarë. Nga se edhe praktikisht ka po edhe emrin e ka Albani, kejt Arab, sa qka të përdurin për ti, s'kan qare pa thonë shqiptari. Që ka po për neve diqka? Po fatë kësit kërkur se në gjas nuk e din. Thot e thira Shekh Albanin. E Shekh Albanin, do në telefon me full me ta, u kon bagi punë e madhe, ka se Shekh ka thonë qka po dalë.
Ato para thonë çka bone qyshia u lodhë ose ato I ka prind fillim shehi ato. Nga se 10 vjet me thirrje që shtot, një saat veç ty ka thotë diku qyshia çka bone ato. E shehi ka pas vakt në shtrejt, don taj ka bo shtrejt, kon kopras, që të keqe ka pas shehi, ka qenë kopras në kohë ato. E ka thirrë Sheikh Nasr Omeri me vetë diçka ato. A dhe I ka thonë shehi, Assalamu alaikum, telefoni po cingran, I ka shu telefonin Sheikh Albani, ka thonë, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ka thonë, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja ka këthy Nasr Omeri, wa alaikum salam. Atëri ka thonë Sheikh Albani, rahimahullah, a dinti se kur t'jap dikush selam me të shtu, me dushme a këthy qashtu ose ma shumë, ka fillu pasa mi e ka dzu ajetin, e hadithin e kështu më radhë, që Nasr Omeri tha, e disha vallaj ke që a thajke, apo, edhe e disha që kom e më thonë që kështut, po qefi me zgatë më habit me ta, qëllimisht në boni me gabu. Të ngajt një minut ma shumë, të ngajt zoni për mua privilegja, Sheikh Albani, njeri, apo, e po të mundësot lidhe me Allahun xhallahu ala. U kry lidhe për mshelën për sot. Subhanallah, po të ki mundësi me qelë, o hala po ta mundësi me full me mu, hala po ta mundësi, pse për mshelën? Nafile ta mundësi me konë komunikim të vazhdueshëm me Zotin tonë, për mshelë lidhjen kur. Gëse të Allahu xhallahu ala nuk fikën lidhjet, nuk mshelën rrugët, nuk shtilën zërat, nuk shtilën gjuhët, nuk duhet me veç adon ti me mbajt kë lidhje qelë gjithë nga ty, sa dush ti apo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe la yamallu hatta tamallu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk ju lën pa lënë ju ata. Allahu nuk ju lën ju pa lënë ju ata. Nuk e mshël Zoti pa mshël ti një herë apo. Ti ai që e mshël. Tani mas ti thot ti rob s'po don, ja bëjmë që sot prapë. Ai që të mundson me pas lidhen vazhdimisht me Allahun xhallahu ala është nafilja. E çfarë do lloj kofta ja? Prandaj moja këtë lidhe qelë me Zotin xhallahu ala. E pse ka njerë dogo që shem të bëti shka. Veç që pjanin zonën ati alimit do këtë interesant. Nësë ata që I kanë shmu lemat që shtot kanë bëha. Veç mja një zonë në kom privilegjë. E më stasin për me e pa. Sikur që thëtë Sufjan e Theur rahimullah, pre begative të robit, pre begative të Allah nda një robi është me taku me një djetar të sunetit. Me taku, me pa, mu taku me ta është nderë për atë njeri. Kjo e rabi Zotë është të këpunë, rabi Allahu xhallahu ala. E ty Allahu po ta mundësëm me nafile, me konë këtë takim vazhdimisht me te, me konë komunikim të vazhdueshëm me Allahun subhanahu wa ta'ala. Andi kush kështu të kupton nafile në vllazni? Me këto dy pjesë, pjesën e parë, rigje, mos e harrani, nga se I hub kuptimi I kësaj dytës. Kuptimi I nafiles në këtë mënyrë na bën që të ngritemi nga shkalla e dashurisë tonë ndaj tij në shkallën e dashurisë së tij ndaj neve, sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah. Elusim Allahun xhallahu ala që të na don. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na mundson që të komunikojmë me Allahun xhallahu ala me lloje të ndryshme të nafileve, duke mos e shkëputur këtë lidhje asnjëherë me të, pavarësisht çfarë është lloji I nafiles. Sara që të përfundojmë me një lloj të nafiles, të kalojmë në tjetrën, e të kalojmë në tjetrën deri në takimin e Allahut xhallahu ala dhe lut Allahun e madh që të na lodh në rrugën e tij, të na lodh me të vërtetë në rrugën e tij. E kur dalim sikur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yub'athu al-mar'u ala ma mata alayhi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ringjallet njeriu çashtu që shudik. Ringjallet njeriu çashtu që shudik. Ai që udek tu piraki, del tu piraki para Zotit. E thot Allahu xhallahu ala, pse po piraki? Çai thosh subhanallah. Ai që des tu bozina, çashtu ka muri ngjall para Zotit xhallahu ala. Ai që des tu qyn haram, çashtu ka muri ngjall. Ai që des duku fal, çashtu ka muri ngjall. Ai që des tu bo hax, çashtu ka muri ngjall. Ai që des tu dhon, çashtu ka muri ngjall. Qysh të veprosh ki me dek, edhe qysh të vdesësh ki mori ngjall. Qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qysh kama tahyauna tamutun. Qysh keni jetu, keni me dek. Wa kama tamutuna tub'athun. Qysh ni dek keni mori ngjall para Zotit. Ndalusim Allahu xhallahu ala që ta mundson që të lodhemi në jetën tonë me adhurimin e Allahu xhallahu ala, edhe që kështu të lodh, të raskapitur, të nxën deka, e që kur dalim para Allahu xhallahu ala, çashtu të lodh këna muri ngjall, të thot Allahu xhallahu ala, pse o rob jam tër këtë lodhje me I thon, për ty o Zoti jam. Për ty o Zoti jam e tëra kjo. Allahu xhallahu ala na uzoft, e na forcoft në rrugën e tij.
me ka që jepën fund se pike, dirin pikën e arshme, wa sallallahu ala Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallama taslimen këthira.